veçanërisht ajo e Don Xhefit. Mirëmbrëma Anti. Mirëmbrëma. Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqip i Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e tij duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Në fillim kam një njoftim të rëndësishëm të shërbimit publik që unë duhet bërë. Unë nuk jam këshilltari juaj, nuk jam as doktor dhe popi juaj, as nuk kam kërkuar të kem fond për interesimit tuaj. Gjithçka në këtë video dokumentar është vetëm për qëllime informative, edukative, argëtuese, për të ardhur deri te e vërteta. Gjithçka që paraqes në dokumentaret e mia, në fund dhe referencë e kam Kur'anin asgjë tjetër. Po të që kundër Kur'anit. Që pak më rastërgoj që. A je kundër Ju më rëfati. Me këtë hyrje dhe sqarim të jashtëzakonshëm dua të them mirë se vini në kanalin e Thimos, apo i Thimit, apo i Timit. Shkupit. Unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqiten publikut shqiptar. Ky se ka emrin Tim Shkupi, ky ka emër dhe mbiemër. Emri i vërtet është Musa Hel Etake Hadithu Musa. Knatësi që të kemi sot këtu dhe pse shkurt nuk na premton shumë koha, ishim duke diskutuar në studio në raport me një deklarat Don Xhefit, si musliman nuk ke shpirt shqiptare. Ju si e komentoni? Janë maskorjar më lënet për shumë des juve dhe më sapet të tuarit ati që keni dhe të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës me tekst veçantë shqiptar e kombit të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Në lidhje me deklaratën e priftit katolik Don Xhefi, unë kam bërë një status dhe kam treguar të vërtetën se si është. Nëse e ka thënë fjalën si musliman nuk ke shpirt shqiptar, Don Xhefi nuk ka thënë asgjë të keqe, për shkak se të gjithë ata që ka vinë nga besimi islam, zakonisht është kulturë turke, por ne e qujmë sot besim islam, ne jemi rritë që kur të vdesmi, do të me vdekë si musliman, me shpirë si musliman. Tjetra, do të më bazru në fakte dhe në prova, është fakt se ujku do mjegët dhe krerët fetar të bashkisë islame nuk donin të prononcohen, se kjo çështje nuk u ngrit nga bashkia islame, u ngrit nga një publicist me emrin Enver Robeli. Është shumë tragjike kur zona Abiu t'i ban rregullat të agjerimit dhe Enver Robeli ta ndon shpirtin e muslimanit Kosovë. Ti mos përmendim emra të cilët nuk i kemi as në studio, të miremi vetëm me bazën, lutem. Se po përmendim Ose më mirë themi me mendësinë. po Me bazën zonën se kena këtu. Don Xhefin po folën për ta. Po. Nëse flasim me bazën, ata të cilët thirrën në besimin islam zakonisht bazament e kemi Kur'anin. Ajeti 101 i surës Yusuf, te përkthimi i Sherif Ahmetit, fraza e fundit e ajetit është më bën të vdes si musliman dhe të jem prej me të mirët bashkë në botën tjetër. Kurse te përkthimi i Feti Mehdiut, që është gjallë që duhet ta ftoni në studio, përkthimi është më bën të vdes me shpirt si musliman. Ma merr shpirtin si musliman. Edhe të gjithë ata që shkojnë në xhami dhe i ndjekin hoxhallar, e dinë se duan të vdesin në fund si musliman. Kështu që Don Xhefi s'ka thonë asgjë diçka jashtë kontekstit ku besojnë ata që i ndjekin xhamit dhe hoxhallar. Ka thonë diçka çka ata e besojnë tani. A janë të përkthime fjalët e Kuranit. Mira, ju është me fund si imam këtu, se ky nuk e përfarson as një imam, as një organizator as një islame. Jo, po na shpjegon ai të Kuranit. Dy me çapolinë që Po jo, po s'ka bashkë të Kuranit. doktori teologjist. Cila doktor, le ta tregon ti me diplomë doktoraturës të mësatërë. Tim Shkupi vetëm atë zoniu nga lëvizja lëvizja audiencën shqiptare kush shumë fut për ajetin kuranor, pse po munduni me Nuk është as komentator, as nuk është hoxha, as fakultet s'ka mundë të kryejë. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Unë jam baba i hoxhallarve. Unë jam baba i hoxhallarve. A e keni qartë ajo?
Babë më kanë thirrë në Kairo, babë më kanë thirrë në Prishtinë. Baba, pse ku mësu, ku punu, nuk e kum desht me shit germën e Kuranit. Nuk kum desht me përfitu prej dijes që e kam. Ata njerëz që kanë pas punë me mu, e din saktësisht që Tim Shkupi ta kryjnë punën dhe edhe kur më nuk bën pyetje, çka bën e matë. Dush me pas shpirtin e bardhë, dush me pas zemrën e madhe, që më donë Zoti informacione. Zoti është me mund, ta është me juve, me krejt. Lutem, kalojnë... Edhe s'ko drejt do me thonë me fune? Ka drejt, po mos na shitet se imam, se kjo ka thonë një pref... Ky nuk lajmëru se imam. Nuk pe di çfarë cilësi po flet tash. Lëvizja bota shqiptare. Lëvizja bota shqiptare. Lëvizja bota shqiptare. Po na interpreton ajet e Kuranore. Lutem. Po pse mos më interpretu kjo ajet e Kuranore? Po kjo është kundër Kuranit. Si mundem edhe këtu me citu Kur'an kur kjo është kundër Kuranit? Kush po të thotë që kundër Kuranit? Që pak më rregoj ti. A je kundër Jo më çfarë? Ky nuk e beson apo Kur'anin. na dëgjon? Po çka ko lidhje më ai? Unë po do të gjoj, por nëse më japi minutazhin me flasin, nëse do ai hoxha që ka flet atje, ai është shejtani kombit sultanit. Jo, të lutem. Ja baj edhe këtë mosibi bëj. Mos kalojnë personale. Ai nuk ka lidhje çka flet. O, zotri. Ndalja ato, për shka jeti moderatori, ndalja ato. Po mirë të zotri tim se në debat jena ta shreagoj, ty të ndaj të vija e lidhja... Unë nuk jam studio. Nuk jam studio. Vetëm pak, Erza, ta përfundoj. Ju betohem në Zotin një, në Zotin tim, dhe në Zotin e ignorantëve, xahilëve të kombit të Sultan Mahmutit Kosovës. Unë nuk interpretoj Kur'anin. Nuk e komentoj Kur'anin. Shkone lexone ajetin 101 të surës Yusuf, e ka përfi Fethi Mehdiu dhe ka përfi Sherif Ahmeti. Dhe atje keni tekstin origjinal. Fethi Mehdiu, ma merrni shpirtin si musliman. Tani është përfilmi adekuat. Ajo a tregova dhe thash është çështje tjetër për diskutu. Kurse ai që bëhet historian, ai do të më mësu fjalën fe në rend parë se çfarë kuptimi ka. Nuk përja di emrin kush ke, me gjithë respektin, nuk kemi tolerancë fetare, kemi tolerancë religioze. Religionet janë diçka tjetër, besimet janë shpirtërore, feja të shqiptarët është një, feja shqiptarit është shqiptaria dhe fjala fe është e Shqipës dhe nuk bëhet kompromis kjo fjalë për besimin e grupit të hoxhallave të kombit të Sultan Mahmutit që duan të mbjellin një sistem teokratik që kam I bot dam shtetit Kosovës, se unë nuk jetoj në Kosovë, jetoj në Shkodër. Edhe ndjenjat në Ramazan, kjo është turp që tjetë në pjesë e debatit. Po kemi reagime dhe prej studios në ndërkohë që nuk... Jo, qëndra me ne vetëm ta dëgjojmë edhe një deklarim nga fejimi dhe mundeve me u liru. Sa musafir tjerë do thot hapësirën... Nuk është të vërtet që se kënë hapësirën. Pasë se me rend po Mirë, a bën fejimi... Kishte kundër reagim. Unë veç po du do më thonë me doni kundër përgjigje këtij tipit që ka dorë, se s'po du se kjo as vetë emrin e vetë nuk deklaron. Njëri që respekton vetë vetën del me emrin e tina. Personale. Emri vërtet është Musa Hel Etake Hadithu Musa. Mas por krenohet me emrin e tij, e s'ka nevojë feja shqiptare të jom një timi imam I parë shqiptar. Dhe ke ndonë një mendim të njëjtë se kur të gjithë shqiptarë, si Tim Shkupi, feja e shqiptarit është shqiptaria dhe unë jam xhamatit I imamit shqiptarëve. Unë jam imami I parë. Imami I parë I shqiptarëve, masani I dyti mund të më kam Prishtinën, Tiranë. Domethënë brot shkollat që e njohim gjithë kushtatimin. Prapë dhe thash, ky ka qenë bashkë me muftiun Tërnava me shokët e tij në studime.
Thjesht ka ngel, nuk ka mujtë me përfundu. Na tregon ku ka qenë imam, ku është i fol taravit se do të vetë imam. Unë jam imam i shqiptarëve, unë nuk jam imam i muslimanëve. Pane një dallim, ta bëjmë një dallim, ose jam kundër juve, unë jam imam i shqiptarëve. Mirë po, nëse deri të sot, një po ondra që i shqiptarët s'ka kush i mëson, s'ka kush ju kallëzon, se çka është Kurani, çka është Germa, çka është Zoti, çka është Ilahi, çka është Rahmani, çka është El Hak, çka është Ya'juj, çka është Ma'juj, vdeq koha e gënjeshtrave. Shqiptarët gradualisht e kanë gjetë imamin e tyre, imamin e shqiptarëve, nuk shqiptarët s'kan punë me musliman. Ku është duke fal namazin? Kur ky bjen desh me namazin, me krijuesin, e t'jepë minutash na tregon audiencës tu për islamin, lutem, është vërtet një nënçmim edhe për neve. Na tregon ku çka mendon për Don Shanzefin dhe degradat e tij. Rreth islamit që nuk ka asnjë të drejtë, na tregon këtu as më pak ajete kuranore. A mund t'i ngadrojmë? Po, hajde shkurt tem. Të gjithë ata që na dëgjojnë që kanë 2 gram tru e shohin se unë e dhash deklaratën në lidhje me deklaratën e priftit Don Shanzefit që nuk ka thonë asgjë jashtë kontekstit ku besojnë hoxhallar dhe djegësit e tyre që shkojnë në për xhamiat e Sultan Mahmutit. Kurani si libër nuk ka zbrit për hoxhallar dhe për bashkinë islame. Unë i kam kolegë dhe personalisht nuk kam kurfar konflikte as me Naimin, as me kolegë tjerë që kemi kryer studimet bashkarisht. Po të gjitha këto akuzat që këto i bojnë, tregojnë pa aftësinë e tyre se ku janë. Mas pariherë taravi nuk ka në Kur'an, me fal taravi nuk ka. E gjithë kjo që e keni sot ju në Kosovë dhe e praktikoni është feje turkut, e pranuat mirë, se pranuat është te juve. Por do të me thonë vërtetën kur gjithë të bëjnë me Kur'anin dhe me Muhammedin profetin e Kur'anit. Muhammedi Kur'anit do të me bëjnë një pyetje, a ka bo manifestim të Ramazanit si që bëjnë sot Bashkitë Islame dhe politika dhe shteti Kosovë. Sot Kosova është bërë shtet teokratik me kushtetut laike duke përjashtu sheriatin islamik. Kjo ishte një paraqitje e shkurtë nga ajo që prezentova mbrom në TV Dugazin. Të jeni të sigurt se ata që e kuptojnë debatin, dialogun, e ponë se unë nuk varem as nga politika e ditës, as nga deklaratat e ditës, thjesht ndjeki kornizën e asaj ku unë jam i dekoruar prej ilahit me thonë para jush. Pra nuk varem as nga priftrinjët, as nga hoqët, as nga kishat, as nga xhamijat. Dhe nuk baj kompromis fejnë e shqiptarisë me asnjë besim religjios në trevat shqiptare. Tjetra, është një vërtet shumë e madhe se kolegët e mi që kemi mësu bashkë Prishtinë, Medrese dhe në Kajro, e din kush është Tim Shkupi, sikurse e din edhe këto të politikës. Pse edhe unë kam një djerë stimën për këtë siguri që sot e ka Kosova dhe është shteti NATO-s Kosova, është shteti NATO-s Kosova dhe kush e prek NATO-n ka prek edhe mu, dhe nuk ka kompromis me ato njerëz. Unë me bo parti dhe me fitu në Kosovë, ose ideologjia e me fitu në Kosovë, këtë shejtan të kombit të Sultan Mahmutit e do bën në Çeçeni. Se ka prej tyre që janë sërb të shqiptarizuar përmes sistemit millet në Kosovë dhe janë dikun bi 10 deri 20%. Unë jam tip që e respektoj edhe kulturën turke të kombit të Sultan Mahmutit, respektoj edhe xhamit, respektoj edhe islamin. Unë nuk besoj në islam. Është dallim shumë i madh me besu në ilahin, që themi bismillah, dhe me besu në islam. Mua më jep udhëzime ilahi, Zoti im, dhe jo islami. Islami është krejtësisht diçka tjetër, është ideologji, është politik, është sistem i krijuar prej Vatikanit. Krishterët e kanë shpik islamin dhe doktrinën islame edhe në Damask, edhe në Bagdad. Tani a doni ta merrni lamin prej Kuranit? Ajo është e drejtë juve, unë vetëm e tregova se në ajetin 101 të surja Jusuf, atë frazën e fundit, Feti Mehdiu e ka përkthy
ma merë shpirtin si musliman. Unë tregova çka është Kurani, si jemi rrit, dhe shumica në Kosovë dhe Maqedoni. Ne dhe vorët be kemi ndome, vorë kemi musliman dhe vorë katolik. Hoxhallar çdo ditë janë kërcënu. Dhe thot unë jam musliman, nuk thot feja ime është shqiptaria. Jo, këta janë përllog, këta janë pleh o vllazër. Këta janë pleh që kanë haram me u fut në varrezat e muslimanve. Ne mund vorreve se ti nuk i mu varroste varrezat e muslimanve. Hajde thuni që nuk o qështu. Vetëm Gjakov, sa kam informota, janë një vend me vorre të shqiptarve të besimit, qoftë katolik, qoftë islam. Unë besimet i pranoj, po nuk e pranoj ignorancën dhe gjahiljetin. Kjo është një gjenerat pas meje. Ki nuk e di kush është Tim Shkupi. Wa hal ataka hadithu Musa, në cilën gjuhë po flas. Atë ka rritër ty rrëfimi për Musa. Si do qoftë në e përshëndes Erzën, Erza kam dëshirë të jetë moderatore ma e fort dhe ta menaxhoj mirë programin e TV Dugaxhinit. I përshëndes edhe ato tjerët që ishin debat, e përshëndes edhe shejtanin e kubit Sultan Mahmutit, se unë 5 pore si ja për ta. 5 pore si ja për ta. 5 pore si ja. O që ka dry Prishtina, ka vdek kër i ka pos 27 vjetë, unë i bona 60. Smërzit në fare heq për të subat e Putinit dhe të Kadirovve. Kështu që ju përshëndes, ju vetë vërtetone, se e ka mirë, e kam keq, dhe po shtohet numri jonë. Unë jam imam i shqiptarve, jo i muslimanve. Çka kanë me imamin e shqiptarve? Shqiptarët kanë pranu mu si imam. Shqiptarët kanë pranu imami i shqiptarve, nuk jam i muslimanve. Po ky njeri nuk e kupton ende, se këto janë mësu me ju fol njerëzve të pa informum dhe mi manipulu. Kulturë është, prandaj ato të mëdhejt nuk dolin me mu, se humbin debatin, se ato e din që unë jam imam i shqiptarve, jo i muslimanve, dhe dallimi është si nota me ditën. Unë nuk kam xhami, as nuk kam kish, as nuk i thirrin njerëzit në xhami, as nuk i thirrin njerëzit taravi, namaz taraviz. Të gjithë e din që nuk ka namaz taraviz në Kur'an. Të gjithë thonë se taravit i ka bon Hazreti Omeri, kalifi i dytë. Keni qartë. Pra, si do të qoftë, kom në lidhje me këto, nuk është e rëndësishme, por mu po më rritët numri dhe ditë më shumë Zoti po më dekoron, kështu që kush agjeron, agjerimi ka qenë edhe para zbritjes Kuranit, agjerim të lehtë, por jo me manifestim të bashkësisë islame. Ju përshëndes nga Shkupi.